Për 3 net rresht në Xhonaj të Hasit është mbajtur edicioni 37 i festivalit tradicional folklorik Hasi Jehon 2026, pjesë të cilit ishin mbi 20 ansamble të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Mbrëmja finale, sikurse dhe 2 netët e tjera, është përcjell nga një numër i madh shikuesish. Drejtori i festivalit, Aziz Hodaj, tha se edhe këtë vit shoqëria kulturo-artistike Malsori është treguar organizatori suksesshëm i këtij festivali, i cili ka jehuar fuqishëm dhe se dedikohet ruajtjes së vlerave më autentike të folklorit burimor, si një thesar i çmuar kombëtar dhe tashmë i mbrojtur edhe institucionalisht. Unë përshëvesoj që do 3 ditë të festivalit Hasi Jehoj fuqishëm. Ne patëm rastin që për 3 ditë shohim grupe fantastike me programe të shkëlqyera, me një kolorit jashtëzakonshëm, në një atmosferë impozante, dhe kjo është, besoj që ky ka qenë synimi ynë dhe besoj që ja kemi arrit. E thash në intervistën e para 3-4 ditët e ju, jemi mundu që ta sjellim ajkën e folklorit burimor dhe besoj që ja kemi dalë. Unë po e shoh që edhe juria ka pas shumë probleme, disa herë është konsultu me mu, me arrit numrin e çmimeve se e kemi të pamundur me vendos, megjithatë thash, ky është qëllimi me ju sfidu juve, sepse qëllimi jonë është të sjellim grupet e mira, një konkurrencë fort në skenën e festivalit, dhe ata duhet i përzgjedhin. Fituesi i çmimit Malsori është shpallur ansambli Jahi Hasani nga Çegrani i Kostivarit, antari i saj Lorian Hilazi. Përplot me emocione tha se pas një pune intenzive përgatitore, ja kemi dalur që të marrim vlerësimin e jurisë profesionale duke u shpërblyer me çmimin kryesor të festivalit Ikon Bar Shqiptar. Në moment nuk të gjej fjalët, po çka mund të them është se grupi in për të qenë pjesëmarrës tu ka punuar me ditë të tëra, me orë të tëra, dhe mos flasim për një festival siç është Hasi Jehon, për ansamblion, po them, ka 20 vite i cili vazhdon të jetë pjesëmarrës në këtë festival, dhe mbas asaj, mbas ative viteve, mbas 3 net festival, me këto grupe, me mbi 300 artistë, dhe ne të dominojmë në skenën këtu dhe të fitojmë çmimin e parë, një emocion që nuk më të përshkruhet. Si të duke atmosfera? Vetë se dihet, mund të them se festivali Hasi Jehon është me të vërtet ajo ikona e festivaleve këtu në Kosovë. Mund të them se hasianët janë shumë mikpritës, janë njerëzit më të mirë që kemi njohur këtu, dhe mos flasim për publikun e mrekullueshëm, për këtë organizim madhështor. Falenderojmë drejtorin e festivalit i cili ka përzgjedhur që ansambli janë tjetë edhe si vjetë të përfaqësojnë artin dhe kulturën e bukur tipike të zonës tonë. Kështu që mund të them falenderojmë jurisë shumë profesionale dhe publikut dhe të gjithë njerëzve të Hasit të cilët janë të mrekullueshëm. Me çmimin Malsori është vlerësuar shoqëria kulturo-artistike Bresana nga Opoja e Dragashit, e cila vazhdimisht është ndër trupat më të suksesshme artistike në vendin tonë. Kryetari i saj, Fesal Shaqiri, tha se dhe çmimi i radhës është vlerësimi i punës sonë në vazhdimsi për shpalosjen e vlerave kulturore e shpirtërore të zonës prej ngavim. Ky çmim tregon një punë që e bëjmë të vazhdueshme dhe i shpalosim vlerat, traditat si dhe vallet, kostumet e trevës së Opojës, dhe nuk është do të thotë se dikush është më i mirë në performancat e tyre, mirë po secili ka vlerat e veta traditën, mirë po ne veçojmë me disa karakteristika të trevës së anën skenike, ashtu të vallëve, të këngëve polifonike të vajzave, dhe është kënaqësi edhe kur shpërblehesh nga juria profesionale. Duke marrë parasysh se festivali Hasi Jehon është ndër festivalet më të mëdha për momentin në në hapësirët bashkëshqiptare, kështu që edhe ne kemi bërë përgatitje, jo pak përgatitje, po gjithmonë jemi në vazhdimsi të përgatitje, dhe kemi disa programeve ku na jepet mundësia të çfalosim ato vlera, ne po mundohemi sadopak të paraqesim sa mënyrë dinjitoze. Çmimi për rapsodët më të dalluar ka shkuar për grupin ansamblit Pjetër Bogdanin nga Kruma e Hasit. Drejtoresha e këtij organizmi kulturor, Flutra Liaj, gjithashtu vlerësoi çmimin e dhënë nga juria, si dhe atmosferën dhe organizimin e këtij festivali. Të gjitha këto grupe që kanë marrë pjesë, secili është i përgatitur, secili më i përgatitur se shoqi, vlerësimi që është bërë grupit tonë
është një vlerësim që vlerësojmë edhe ne të gjithë, përderisa grupi jonë është një grup shumë i mirë, shumë i kompletuar dhe në çdo festival që ne kemi marrë pjesë asnjëherë nuk kemi nda pa çmime. Para 2 ditëve ne kemi qenë në festival në Borrell dhe kemi marrë vendin e parë atje dhe ndër vite gjithmonë jemi nderuar me çmime në çdo festival që kemi marrë pjesë. Edhe ky edicion është përcjell nga numri i madh shikuesit dhe një atmosferë të bukur, ndërsa juria ka patur të vështirë të bëjë përzgjedhjen e më të dalluarve në një festival të këtillë të prezantimit të vlerave të mirëfillta nga të gjitha shtresat të trashëgimisë son popullore.